Shkarkimi i Besim Kelmendit nga pozita e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës këtë javë u kontestua gjerësisht dhe nxiti reagime në publik për mënyrën se si ndodhi. Si veproi Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe a ishte i ligjshëm vendimi? Kelmendi u shkarkua më 20 nëntor me 5 votat pro të 5 anëtarëve që mbajtën mbledhjen nga gjithsej 13 sa i ka KPK-ja, kurse Agron Qalaj u votua me njëherë në vend të tij. Fillimisht 5 anëtarët e tjerë, përfshirë vetë Kelmendin, lëshuan mbledhjen duke mos u pajtuar me propozimin për ta shkarkuar ata. Më pas, ata nuk pajtuan as me vendimin, duke thënë se Këshilli nuk kishte kuorumin ta vazhdonte mbledhjen. Madje njëri nga ta e quajti shkarkimin puç institucional, duke akuzuar kryeprokurorin e prokurorisë speciale, Blerim Isufajin, se qëndron pas gjithë kësaj. Por në një reagim të prokurorisë speciale u mohua ndërhyrja e Isufajit në vendimet e KPK-s. Për shkarkimin, Kelmendi tha se do ta paraqes rastin në gjykat. Çfarë thot ligji? Sipas ligjit, KPK-ja duhet i ketë vetëm 7 anëtar, por që kjo do të zbatohet nga janari 2026. Deri atëherë, me përbërjen aktuale prej 13 anëtarësh, kuorumin për të zhvilluar mbledhje përbëjnë 6 anëtarë. Por çfarë ndodh me vendimin që e marrën vetëm 5 anëtarë? Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se ai duhet të pezullohet nga gjykata. Se ky rast do të bie tek një gjyqtar i cili ka integritet, i cili zbaton ligjin, i në po të duhet që urgjentisht të caktoj masë të sigurisë, në mënyrë që të parandaloj pasojat që mund të merren në të ardhmen. Zyra e Bashkimit Evropian reagoi pas vendimit duke thënë se shkarkimi i Kelmendit pengon reformat e KPK-s, shpërfill parimet e ligjit dhe minon përparimin e Kosovës drejt BE-s. Si erdhi deri te shkarkimi i Kelmendit? Propozimi për shkarkimin e tij erdhi pas raportimeve të portalit Paparazzi se ai kishte bashkëpunuar në vitin 1999 me gjyqtaren serbe Danica Marinković, e cila kishte trajtuar rastin e masakrës së Reçakut dhe se për këtë rast Kelmendi ishte ftuar për të marrë në pyetje nga prokuroria speciale. Kelmendi mohoi këto pretendime para mediave një ditë para se të shkarkohej, duke thënë se në atë kohë ishte proces mbajtës në gjykatën e Qarkut në Prishtinë dhe jo asistent i Marinkovićit, dhe se prokuroria e kishte ftuar si dëshmitar. Radio Evropa e Lirë i kërkoi një qëndrim për këtë çështje zyrës së presidentes Vjosa Osmani, por përgjigje nuk mori. Presidenti Osmani kishte refuzuar ta dekretonte Isufajin për kryeprokuror të shtetit në tetorin e 2023-s, me arsyetimin se kishte pasur shkelje në procesin e përzgjedhjes së tij nga KPK-ja. Një muaj më pas, KPK-ja e dërgoi përsëri emrin e Isufajit për dekretim, por që atëherë presidentja nuk mori më asnjë vendim. Pozitën e kryeprokurorit të shtetit vazhdoi ta ushtronte Kelmendi prej kur Aleksandër Lumezit i përfundoi mandati më 2022-ën.